Unë si Florim jam një ndoshta i simboli i bashkimit të Kërçovës. Pse? Sepse babin e kam prej Sërbice, kurse nënën e kam prej Zajazit. Domethënë, edhe unë e di, edhe pse nuk e tregoni që ju të gjithë në zemrën e juaj e keni atë brengë të cilën unë e kam. Sepse Kërçova si është tani nuk i ka arhije, ai është qytet shqiptar dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që ai qytet të bëhet përsëri shqiptar siç i ka arhije. Kurse ne si diasporë duhet të bëjmë një gjë që ky takim sot e bën, ky është bashkimi mes nesh. Sepse ne, unë e kam thënë edhe shpesh, ne jemi vetëm një grusht njerëzish dhe nuk na ka hije mos flasim me njëri tjetrin, ta ofendojmë njëri tjetrin, por ne duhet ta duam njëri tjetrin, ta dëgjojmë njëri tjetrin, ndoshta ndonjëherë ta kritikojmë njëri tjetrin dhe të jetojmë të bashkuar siç na ka hije, sepse ajo që kërçovarët i ka bërë të fortë në të kaluarën, ku kemi qenë shembull, ka qenë pikërisht kjo, që kemi qenë vendi i njohur për vendimarrje, kemi qenë vendi i trimave, kemi qenë vendi i fjalës, kemi qenë vendi i bashkimit, e ajo na ka hije. Kështu që unë do t'ju lutja që në të ardhmen të dëgjojmë më shumë njëri tjetrin, të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të bëjmë që ta mbajmë këtë traditë të mirë të jetojë edhe në shekujt me brezat tonë në shekujt që vijnë. Faleminderit shumë dhe ju gëzoj shumë. Dhe të gjithëve do ju dëshiroja një festë të këndshme, gëzuar dita e flamurit dhe ju pafsha sa më mirë. Faleminderit shumë.